4 persona janë vënë në prangat e policisë lidhur me ngjarjen e ndodhur një ditë më parë në ambientin e jashtëm të një lokali në Manës në Durrës, ku janë vrarë me armë zjarri 33 vjeçari Flori Paluçi dhe 23 vjeçari Aranit Kurti. Në pranga janë vënë shtetasit Ergi Kadiu 25 vjeç, Eral Cani 21 vjeç dhe dy vëllezërit, Taulan dhe Emilian Beqa 37 dhe 34 vjeç, të gjithë akuzuar për moskallëzim të krimit. Në kërkim përveç autorit të vrasjes së Paluçit Daniel Pepës, është shpallur edhe një 30 vjeçar me akuzën e armbajtjes moskallëzim krimi si dhe përkrahjen e autorit të krimit. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, Daniel Pepa së bashku me Aranit Kurtin kanë shkuar në lokal dhe Danieli ka kërkuar kamarierit të lokalit që t'i bënte një kafe. Kamarieri është përgjigjur që ekspresi ishte i fikur dhe se nuk mund ta bënte kafen. Më pas, sipas informacioneve, Danieli ka kërkuar që ta ndiste ekspresin duke përdorur edhe një fjalë fyese në drejtim të kamarierit. Aty ka ndërhyrë Flori Paluçi, i cili ka thënë se nuk mund të fyejë kamarierin pasi është ulur në tavolinë me të. Pas këtij momenti kanë nisur debatet verbale mes tyre dhe kanë degeneruar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Sipas dinamikës paraprake, i pari që ka qelluar është Flori Paluçi, i cili ka vrarë Aranit Kurtin, dhe më pas Daniel Pepa ka qelluar duke lënë të vrarë Paluçin. Të rinjt janë ngritur nga tavolina, kanë dalë jashtë lokali dhe aty situata ka agravuar. Sipas dinamikës paraprake të ndërtuar nga grupi hetimor, i pari që ka qelluar me armë Flori Paluçi, i cili ka hapur zjarr ndaj Aranit Kurtit duke e lënë të vdekur në vend. Të dy vrasjet kanë ndodhur jashtë lokalit. Pas krimit, Daniel Pepa është larguar nga vendngjarja dhe pse stacioni i policisë së Manzës ndodhet përballë karburantit në një distancë 30 metra.